Gjina shduket. Ja të ta them se ndodh. Sepse dhe ai ligji 7501 u abuzua nga kryeplejësit e fshateve. Se aty filloi. Apo VKM që nxjerr, ka dalë VKM dhe në 2015 që ta dishti që arrin dhëna MTP, kush si ka marrë, shkoi ta marrë te kryetari i bashkisë. Se kam vite, po të hapësh intervistat e mia që në 2019 dhe që them Jorgo Goro, për atë që po ndodh në Imar, duhet ishte burg me kohë. Jo për atë që ndodhi. Pa aty po bën masakra në të gjithë Bregdetin dhe jo vetëm të Shqipërisë. Sepse kush është marrë me atë sektor? Po pse më pa kërcënime kemi marrë? Por ne nuk flasim. Edhe si popull ne nuk reagojmë. Sepse kur i ndodh komshiut, ti thua mos se unë e njoh filanin, njoh kujtimin unë, do marr kujtimin avokatun, sepse kujtimin njeh via 3 gjyqtar. Se avokat, sepse ti dje kishe një panel shumë të mirë. Kishe dhe zotin Langozi, dhe zotin Dervishi. Po. Ke sot kujtimin aty. Dhe hyn të ata avokat, pra janë 3 avokat që nuk janë sekser, po janë avokat. E kupton të më diferencën? Ndërkohë, ne në sistemin e drejtësisë sot, edhe te pjesa privatit, nuk kemi avokatër, po kemi sekser. Dhe ne, si popull, i biem shkurt të kapim sekserin më të mirë. Edhe dëgjon ti sokol sa dushin atje. Ndërkohë, ne si popull duhet të reagojmë pikërisht për këtë gjë, dhe jo në Facebook, jo për parti politike. Sistemi i drejtësisë është këtë rexhe dhe ai ishte njëri dëshpëruar sepse e ka bërë vetveten sistemi i drejtësisë. Sepse është një shërbim që i jepet atij që paguan më shumë dhe kjo është masakër. Tha kujtimi për apelin e përgjithshëm, shkon në apelin administrativ. Çështjet e 2018-2019-s. Dhe aty në administrative gjykohen çështjet si të punëdhënësi, punëmarrësi dhe ata që kanë lidhje me shtetin, por edhe çështjet biznesit. Si është e mundur që ky biznesi nuk ndjehet? Si është e mundur që një biznes që ka një konflikt nuk po marr me shtetin? E lëm shtetin që është një çështje problem vetë sigurisht. Por dy biznesmen, njëri si ka paguar 100 milion lek, 200 milion, 300 milion, shkojnë gjykata. Një biznes normal për 200-300 milion lek falimenton. Si nuk ndihet ky biznesi? E kupton ti se çfarë ka ndodhur në këtë vend dhe vazhdon të ndodhi, që ne jemi kriminalizuar në atë farfeje që sot ne nuk shprehemi për sistemin si qoftë politik, si qoftë drejtësi apo dhe në biznes, por ne preferojmë të gjejmë rrugë të shkurtra sepse jemi në modalitet emergjencë si popull. Pra ne nuk kemi kohë të mendojmë për vizion, ne nuk kemi kohë të mendojmë për të zhvillohemi. Por ne na vazhdon vetëm një gjë, të mendojmë bukën e gojës. Çfarë do ham sot dhe maksimalisht të mendojmë për një javë rastimi i mirë, menaxhojmë rrogën për një muaj. Dhe këto janë ato çka duhet i flitet njerëzve. Dhe ky rasti opozita nuk mund ta lërë thjesht si një krim që ndodhi mbi një gjyqtar. Opozita sot ka shansin e art të flasi për atë reformën drejtësi që është një paçavure. Ta tha Ble Dervisha i dje, krenohen ndërkombëtarët dhe kushdo për spakun 2% e çështjeve bën spaku. Dhe lidhet vetëm me korrupsionin që atë kemi parë në ç'a bën. Se ti ke dosjen e Rumit, dinte vllai Rumit që në 2020 do bënte Rama Port në Porto Palermo, filloi vjedhjen e pronave, merresh regjistrat atë që ta kujtimi, regjistrat e 1927-s, 1944-s, i merrnin këta, i merrte ky sekseri Rumit, ja çote vllait të Rumit, dinte Rumi një kriminal ignorant, çan regjistrat rrethor sa asu se di. Okej? Dhe ato regjistra i kërkon spaku dhe ai regjistri mungon dhe nuk ka hetim aty, nuk arrestohen. Kush ka qenë përgjegjësi mos i doli regjistri? Si mor të doli regjistri? Kjo është drejtësia e spakut, por 2% është ai i spakut. 90% kush është? Dhe prap dje, po ta dëgjojmë me vëmendje, u tha ajo gjë që nuk duhet ndodhte, që ta përmendi Ble Dervishi. Do dalin gjyqtarët tha dhe do thonë, na jepni më shumë këshilltar. Ndërkohë, ka këshilltarën për gjykata, që janë ata realisht që bëjnë vendimet, ata që i arsyetojnë, që kanë nga 15 vjet
dhe ti nuk i çon. Dhe gjykata apelit nga 78 gjyqtar ka 28, tani me këtë ndjerin. Po t'ishte ta 50, ajo koha 8 vite pritje, do shkoj 4, do shkoj 3,5. Dhe prap sistemi, këta gjyqësori, pretendojnë ta mbajnë peng, sepse duan më shumë varca dhe jo më shumë kolegë. Dhe kjo është ajo që duhet ngrihet politika, opozita, por mbi gjitha duhet ngrihemi ne, që mos ta presim pastaj temi ka fajin Saliu, se pastaj do iki Saliu, do na dalë një Sali tjetër, do iki një Edi Ram, do na dalë një Edi Ram tjetër, do iki ku ta diun një XY tjetër, një Belio, Gert, i ku diun një Ivi, çfarë janë gjithë politika. Do ikin këta, do vinë ca tjerë dhe ne do kërkojmë imon fajtorin. Jo. Duhet me reagu sot. Këta që mdalin dhe bëhen një për Palestinën, një për ligjin e barazisë gjinore, një për OJF-t, një për ku ta diun që mblidhet dhe shoqëria civile. Jo, duhet të dalim për sistemin e drejtësisë, se është shtylla kryesore e 4 shtyllave që mbajnë një shtet. Po ke drejtësi, nuk vjen politikani, po ke drejtësi, nuk ta bën atë gjëmën e të pa bërë ai në ASHK e në hipotek e në bashki e ku ta diun se çfarë, po ke drejtësi, ti ke një shoqëri më të mirë.